mirë se erdhët në një video të re. Kam një javë pa xhiruar, edhe nga që këto ditët e fundit bëra goxha, këto ditët muajin ose 2 muajt e fundit kam xhiruar dhe kam postuar shumë shpesh, mu duk kjo një javë tani goxha e gjatë. Sa po erdha në shtëpi, çova loganin në kopësht, nuk e keni idenë se sa ftohtë është jashtë. Deri para 2 javësh thoja, ua, nëntor, mezi nëntorit, po bën kaq ngrohtë, s'ka mundësi. Ndërsa sot, domethënë ka 4-5 ditë ka bërë shumë ftohtë, po sot që nga dita më e ftohtë, është -2 thotë, por ndihet sikur është -8. Nuk e kam kuptuar kur, pse duhet të ndihet si -8 nëse është -2, ose nëse ndihet si -8, atëherë i bie që është -8. Se unë që ndjej, si shumë ftohtë. Nëse, shumë ftohtë. Të paktën sot është ditë me diell, ndërsa ditët e tjera ka qenë edhe ftohtë edhe erë edhe shi të bënte. Thash një herë mos ta çoja loganin në kopësht, po pastaj thash se gjuna, se vetë atje luan kënaqet e kështu. Edhe u zgjua hëngri edhe çova. Sa po më erdhi një pako nga Timu, kështu që ta hapim, se do t'i fus në lavatriçe se më duhen. Një gjë është që do fut në lavatriçe më duket, prisim ta marr. Timu Haul, pythesi ma këtu, i cili nuk është se ka shumë gjëra, ka vetëm 4 gjëra brenda. Nuk kam bërë akoma, nuk kam bërë akoma çantën e spitalit gati, edhe po prisja këto, të vinin dhe këto që t'i bëj së bashku. Si tër 4 palë çorapet, cilat janë goxha të trasha, sepse thonë që ke ftohtë në këmbë. Tani duke qenë se unë loganin e linda në qershor, edhe ishte vapë, s'është se kisha me ftohtë në këmbë, po nuk i dihet tani. Edhe mora këto, roz me këto detajet kështu, edhe na brenda janë të gjitha si me push. Goxha të trasha janë. Të mira. Një palë janë këto, një palë të tjera janë këto, me këtë fjango, së të lezetshme, të njëjtën material të gjitha. Duken shumë të mira, nuk e besoj që do grisen. Këto të tjerat, vibe i festave. Edhe këto ngjajnë si ato çorapet që i vendos tek xhaku që i mbush për Krishtlindje. Me zemra shumë të lezetshme. Këto të 4-ta që do t'i laj dhe do t'i marrë me vete, ndoshta jo të 4-ta, po të pasi 2 palë. Diçka tjetër që kam marrë janë këto shapkat. Shumë mira dhe këto. Zakonisht këto që mbajnë për shtëpi isha fiksuar t'i merrja në ngjyrën kafe të gjitha. Thashë t'i marrë ceza su bën nami. Ta ndroj një herë ngjyrën. Duken shumë të mira. Shumë të trasha, fluffy. Kanë këtë elastikun që të ndihmon në fund, edhe kanë të platformën e lartë. Më pëlqejnë shumë shapkat që janë në platformën e lartë. Edhe nuk shkasin, se kur i pash në fillim, kështu që shkëlqej, tash mos do thuj të rit, i provova dhe nuk shkasin. Në brenda komplet me këtë pjesën si pellush. Unë kam vuajtur kur kam qenë e vogël nga dhimbjet e kockave, edhe në trurin tim është fiksuar që unë duhet mbaj gjithë jetën time shapka, dhe unë gjithmonë, qoftë edhe kur është 40 gradë, unë vesh shapka nga këmbët. Nuk i mbaj këmbët kur zbathur. Në verë rri pa çorape, sigurisht, se është shumë vapë, do mos flas për verën në Shqipëri, në Greqi që bën shumë vapë, se këtu rri me çorape edhe në verë, ndërsa në dimër nuk bëhet fjalë me çorape edhe me shapka. Kam vuajtur shumë kur kam qenë e vogël nga këmbët, shumë, nuk është shpjegoj dot sa qaja, edhe nuk e di se kush ishte arsyeja që më dilnin këmbët, po nejse. Sa doktor thoshin ke reumatizëm, sa doktor thoshin është thjesht zgjatja, rritja e kockave ku dëgjon. Nuk u mor vesh kuva i morbet, po mua më ka ngelur në tru dhimbja, edhe duhet patjetër t'i mbaj këmbët e ngrohta. Kam marrë një rob të bardhë, shumë cute, me vesh. I thjesht fare, ka 2 xhepa, tash ky lëshon ato puplat se do lar, do bëra ajo larja e parë. Ka këtë rripin në mes. Halli është që po ta vesh unë, do më bëj këtë kostumin pis, nuk dua ta vesh, sepse do iki në supermarket edhe nuk do ndrohem, do iki kështu siç jam. Po që një rob dyshan i thjesht, 3 qereksh, thash ta kem edhe këtë për te spitali, kam edhe një tjetër të kuq, jam e sigurt që e keni parë, sa ngrohtë që të mbajnë, nuk e keni iden, edhe mora edhe një tjetër, thash mos marr atë të kuqin për te spitali, të marr një tjetër të bardhë. E do marr bisame, edhe këtë. Dhe gjëja e fundit
Kanë ardhur perdet. Në qoftë se keni parë përpara disa videosh, i mora Loganit ca perde që më pëlqen shumë dhe duhet i porosisja edhe një set tjetër, se shkonin ndyshe, jo teke, për dritaren tjetër. Do t'i vendosim edhe këto. Që të filloj të mblidhet edhe pak dhoma e Loganit, se nuk është akoma gati. Kështu goca, këtë gjëra kisha marrë nga Timu për këtë bashkëpunim. Do fus për të larë çorapet edhe këtë gjën, që të lajnë të thanë, se si thash duhet të paketoj çantën e spitalit, se nuk e kam bërë akoma gati. Tani duhet të shkoj në dyqan, me thënë drejtën, dua të des televizorin, të mbështillem me batanie, të ulem të këndit, të ha dhe të pi kafe për qefin tim, po ja që nuk e bëj dot. Kam pothuajse frigoriferin bosh dhe më duhet që të shkoj të bëj një pazar. Mbrëm në darkë, Logan ishte duke gërmuar te frigoriferi dhe pa pritur unë me Albanin ende na këndi vjen dhe thot: "Mami, u prish frigoriferi, u prish drita." U prish drita, i thash në frigoriferi, po, tha, viju këtu, kontrolloj, ishte fikur drita. I thash Albanit me shumë mundësi do e djegur. Vjen Albani, e kontrollon edhe thot: "Ua, më duket se frigoriferi na la shënden." Të lumë, thash, çfarë do blem dhe frigorifer tani? Provo, derisa mua më kapi edhe çik sikleti, si thash, frigoriferi është bosh, duhet shkoj të bëj pazar, po nëse do prishet ose është prishur dhe nuk bën, si mund bëj pazar, ku do t'i fus ushqimet, thash mos. Nejse. E pa e kontrolloj, punonte, bënte një zhurmë, se ky frigoriferi më bën shumë pak zhurmë që punon, shumë pak. Edhe besoj që vetëm është djegur llamba. Dalë mos ka shkrir. Jo, po punon, për qef po punon, vetëm është djegur llamba. Duhet vetë të bëj pazarin, kështu që ta bëj qet domethënë pazarin tani, t'i blej gjërat që kam për të bler. Edhe po mendoj sot të bëj një tavë me patlıgjane, s'kam bërë kurrë. Po mbaj mend që na e bënte mami dhe unë e haja, më pëlqente shumë si ushqim. Edhe përpara disa ditësh i thash mamit si bëhet kjo tava, më ka çuar një voice, më ka shpjeguar, duhet të shikoj se çfarë më nevojitet nga ato gjëra. Të përfundoj me listën që e kam nisur dje dhe se kam përfunduar akoma të pazarit. Unë gjithmonë shkoj me listë në pazar, se është sigurt që do harroj gjysmën e gjërave dhe pastaj do iki. S'më vjen të dal fare, po duhet të dal. Siç thash, do nisesha për në dyqan, por Albani më tha do që të shkoj unë me çunin, pastaj kur të vi nga puna. E disa mirë do bësh, i thash se po përtoja jashtëzakonisht shumë. Edhe thash të futem punëve tani. Se kam gjitha dhe gjëra për të bërë. Këto klëfët shumë të lezetshëm që i mora nga Shein, më pëlqen shumë. Logan vazhdon akoma të na vi në krevat natën. Nuk e di se si do t'ja heqim këtë huq. Çohet në mes të natës edhe vjen direkt te ne edhe flë këtu. Po ky krevati jon nuk është për 3 veta. Madje më shumë jemi ne tani. Që unë dua hapësirë për barkun. Dua që të mbaj një jastëk anash. E keni dhe ju këtë problemi me bebushat tuaj? Bebushat që i keni quar në dhomë të flen vet. Flen vet apo vin këtu te ju? Edhe si ja bën juve goca, më thoni. S'kam bërë akoma kafe, hëngra buk, se po më haj kisha një uri aq të madhe. Do shkoja direkt vet në supermarket, e kam më kollaj kur vete direkt. Më shikoni ju mua këtu me qarafi. Pasi qoj Loganin në mëngjes, do më thënë bëj edhe supermarketin, edhe vi direkt në shtëpi, edhe vazhdoj me ditën, po më haj aq shumë bukë, sa nuk e keni iden, edhe thash jo, do shkoj një herë në shtëpi, edhe në fakt doja të bëj edhe listën, se nuk e kisha përfunduar, të shikoja se qa duhej e qa nuk duhej, edhe pastaj kisha në plan të ikja, po me qenë se të tha Albani kështu, tha shoqyr më shpëtove se nuk më pëlqen fare të bëj supermarket, nuk e di pse, po nuk më pëlqen fare. Kur iki me Albanin, hajt shtyhet i qik, bëjmë në i muhabet në një gjë kështu, ta marrim këtë, mos ta marrim, të gatuajmë këtë, që të bëjmë si që shtek. Kur iki vetëm, si kur nuk më pëlqen. Nëjse. I kemi marrë Loganit këtë, që ka bërë qelbër, ka bërë me çokoladë. Po unë s'kam lavatriçe për të larë këtë tani dhe nuk do vendos vetëm këtë në lavatriçe, kështu që le ta vesh edhe një 2-3 herë, derisa të bëhen rrobat e Loganit për t'i vendosur. Është, nuk e di, është shumë e mirë, fle çuni pa problem, edhe unë fle rehat, se e di që e kam mendjen e fjetur që është ngrohtë. Këtë ma ka sugjeruar njëra nga ju
për ta marrë domethënë për herë të parë, kur ishte Logan 6 muajsh, ku diun, që atëherë ishte i vogël, më thatë, ke në Amazon nga këto xhupat që janë kastile për të fjetur bebat, se normalisht bebat e vegjël zbulohen natën. Edhe që atëherë i kemi marrë, kjo mund të jetë e 5-ta ose e 6-ta që i kemi porositur, normalisht duke u rritur, plus edhe këto kanë atë trashësin me numra të ndryshëm, ku diun si puna e organëve, do blesh një organ të hollë, ose do blesh një mesatar, ose do blesh një më të trash, edhe këto e njëjta gjë, edhe kjo ishte nga më të trashat, kur e mori Albani e blen përpara një 2 muajsh, ndoshta diçka e tillë. Kur e porositi Albani dhe na erdhi, thash no way, Loga nuk është kaq i gjatë, vërtet nuk është kaq i gjatë. Edhe këtu i mblidhet një çik, po nuk ka problem se e futet komplet brenda, edhe është shumë e mirë. Shumë super e trashë, të kënaq. Po, në qoftë se doni, domethënë, su ka vajtur mendja, nuk e di për bebat tuaja, sidomos tani që ka filluar ku i ftohti të merr. Po janë shumë praktike. Unë për shembull kur linda Loganin në fillim nuk e dija që ekzistonin këto. Njëra nga ju më tha bli si ato, tha, dhe neve nuk jemi ndar në asnjë moment. Dhe ato që ka Logan që i blem nga fillimi, do t'ja vesh i bebi motrës, i kam ruajtur akoma të gjitha normalisht. Kjo është e mira e këtyre. Ne kemi një komshie të vogël që Logan i thot Luna, po se dim si e ka emrin. Hik të shtëpia jote, mace, se është ftohtë. Të shtëpia jote, moj. Çup ka. Apo se çup, mos është ma çok. Hik tani të shtëpia, thoj bye bye. Sa është sa gjys me Logan, e gjithë ajo e madhe është. Nga spitali, kisha një takim të shpejt, vajta me Loganin, mbarova punë, jam bërë ujë në djersh, duhet futëm patjetër në dush, atje brenda të spitali ishte shumë vap, por jashtë është shumë ftohtë, atje brenda ishte shumë vap, unë e veshur me këtë, o zoti madh, parkova makinën çik më poshtë, ecën këmbë me Loganin, djersita. Pastaj, përsa i përket spitalit, se nuk ua thash, si përfundim do lind tek spitali që isha, nuk u mora më me këta, se mi ngritën nervat edhe nuk doja, s'kisha fare nervat të ziesha. U kthyem një çik tek Sainsbury, mora 2 lars për duart, mora një pink stuff, mora të gjën, pluhur kokosi, ose jo tamam pluhur si mirë, po këtë kokosin, e keni parasysh se kam parë një recet në TikTok edhe kam qef ta provoj. Mora nga këto çokolladat, edhe këto me kokosin, pas ka kam fiksimin me kokosin po të fundit, njërën e hëngra në makinë se më vajti mendja për një çokoladë aq shumë se nuk e keni ide. Loganin ishte gati të më zinte gjomin në makinë, po nuk e lash, se po Valia do flinte vetëm pak. I mora me vete banane, kos, hëngri kosin, hëngri gjysmën e kësaj bananes. Edhe ndej një mirë sot, nuk është se më bezdisi. Shpirti zemrës jako është. Unë e mbylla derën se dëgjohesh televizori jot. Prandaj. Brëm në darkë, bëra atë tavën me patlıcan. E dini sa e mirë që ka dalë, s'kisha bërë asnjëherë, nuk e di pse s'kisha bërë, po se kisha provuar. Ta bëja asnjëherë këtë tavë. Albani vjen për pak, po nuk e pres dot se më ka marrë një uri shumë e madhe, duhet të ha bukë dhe duhet të futem në dush se nuk përdoroj dot fare. What's that like this one? Si the? What's that like this one? Këto janë opingat e Sheros. Picasso. Bravo. Bravo mami. Dhe dreka për sot janë opingat e Sheros. Ja, këto bëra. Edhe kam vendosur këtë domatën kështu rreth e përqark, një misër brenda edhe një gjether rugole. Okej, kjo ka dalë më lezetshme se sa kjo. Tani do bëjë të Albanit se më tha po vi edhe prita edhe ato që të ham të dy bashkë. Ka goca si ju duken opingat e Sheros.
Keni parë apo jo? Apo se dini se qa flas? Po ka dalë shumë cute. Ke thënë I love you baby motrë sot? Kur ja the? Si the? E ke shumë zemër baby motrën? Po si do ta mbash ti kur të dali në barku ajo? Të ta mbash? Të ta mbash në krah? Të ta mbash për qafim? Pup, do dali ashtu ajo, pup. Ashtu po e tunë ti? Yeah. Of course, look. Oh my God, my feet. Block. The block. Oh, this one. No. No. It's a no. Wow. One for daddy, one for Nonna. Yeah? No. Jepi krarin çonit të bëj flokët me krar. Which one, Doti? Kiss the daddy. Thank you. Jo të sytë, jo të syri. O dia, mjafton. Not the boss.